Siç ishte paralajmëruar, është zhvilluar këtë të hënë mbledhje jashtëradhe e Këshillit Bashkiak të Vlorës me këtë rendite. Projekt vendim për një rishpërndarje të fondeve në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 111, data 27/12/2025 për buxhetin e Bashkisë Vlorë për vitin 2025 i ndryshuar. Sipas kreut të Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri, projekt vendimi për një rishpërndarje të fondeve vjen pas nevojave të bashkisë për disa ndryshime në zërat e investimeve. Ashtu si paralajmëruan më herët kryetarët e grupeve të opozitës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, kanë paraqitur në SPAK një kallëzim kundër Këshillit Bashkiak dhe prefektit të Vlorës për zgjedhjen e kryetarit të komanduar të Bashkisë së Vlorës Elis Halili, kallëzim të cilit i është referuar demokrati Atird Hoxha në emër të 3 grupeve të këshilltarëve të opozitës. Ne 3 kryetarët e grupeve të opozitës dhe përkatësisht zoti Gumbardhi, zoti Nika dhe unë kemi paraqitur një propozim pranë Këshillit Bashkiak për shfuqizimin e aktit të caktimit të nënkryetarit zotit Elisa Halili në funksionet e kryetarit të bashkisë sipas përcaktimeve ligjore, duke parashtruar arsyetimin ton lidhur me shkeljet ligjore të konsumuara në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkiak, në të cilin ua kemi paraqitur juve. Fatkeqësisht konstatoj se nëpërmjet shkresës 15/358 fraksion 1 të datës 25/9 nga ana juaj, e kundërfirmosur nga ana juaj, ja dhënë disa arsyetime të cilat nuk përkojnë me kërkesën që ne kemi paraqitur, pra propozimin ton. Propozimi jon ka të bëjë me shfuqizimin e aktit si tërësisht të pavlefshëm për shkak të shkeljeve ligjore. Ju jeni munduar këtu dhe nuk e di kush e ka hartuar të shkresë, nëse keni hartuar vetë ose nëse dikush tjetër ka marrë pjesë në hartimin e kësaj shkrese, nuk e ka kuptuar thelbin e asaj se çka kemi propozuar. Propozimi jon lidhur me shfuqizimin e zgjedhjes zotit Halili, pra të aktit, nuk ka të bëjë me një përgjigje dhe një arsyetim që kërkojmë ne nga ju apo nga një vendimarrje personale juaja, pra shfuqizimin që ju mund të keni. Nuk e keni ju këtë tagër. Këtë tagër e ka Këshilli Bashkiak, por procedura dhe në 105 i rregullores, unë nuk kam thënë shpeshherë, po ju me sa duket nuk doni të dëgjoni, kur them ju e kam fjalën mazhoranca, nuk e kam me ju personalisht. Ndërkohë dhe ju jeni pjesë e mazhorancës, nuk lexoni, ose nuk dini të lexoni, ose nuk doni, ose nuk kuptoni, nuk e di çfarë emri t'i vë, domethënë se vajt 2 vjet që ne përpiqemi që të vëmë në dukje problematikat në zbatim të ligjit dhe të rregullorit dhe ju vazhdoni në gjitha mënyrat dhe në gjitha format sa herë u jepet mundësia ta shkelni dhe rregulloren dhe ligjin. Kryetari komanduar i Bashkisë së Vlorës Elis Halili në fjalën përpara këshilltarëve tregoi në detaje rishpërndarjen e fondeve, duke nisur së pari me rikonstruksionin e trotuarëve përgjatë rrugës transballkanike, të miratuar në buxhetin e vitit 2025. Një nga detyrat e para me të cilat jam njohur që në momentin e emërimit si nënkryetari i bashkisë ka qenë pjesa e investimeve publike. Me drejtorin e zyrës së financës, si dhe drejtoritë e tjera zyra urbanistikës, si dhe zyra infrastrukturës, kemi qenë përpara faktit të një sër projektesh që kanë qenë parashikuar sipas buxhetit në fuqi. Nga analiza e gjithë zërave që kam parë, projekti i cili kemi evidentuar ka qenë rikonstruksioni i trotuareve përgjatë rrugës transballkanike. Ka qenë një projekt i parashikuar në buxhet me vlerën 126.899.486 lekë. Duke parë këtë projekt detajuar, kemi konstatuar se ky projekt përfshinte pjesën e trajtimit sipërfaqësor përgjatë rrugës transballkanike. Do me thënë parashikonte pjesën e shtresave sipërfaqësore, trotuaret dhe të tjerë elementë sipas projektit që janë detajuar. Në diskutime kanë marrë fjalën dhe këshilltarë të pozitës dhe opozitës. A merr fund saga e përmbytjeve me këtë projekt? Pra, ky projekt që është planifikuar dhe në ka ardhur si projekt vendim. Ky jep zgjidhje një herë mirë çështjeve të përmbytjeve apo ka nevojë për projekte shtesë? Tani unë dëgjova dhe diskutimet e kolegëve dhe diskutimin që bëri zoti Hoxha unë e mbështes plotësisht. Dhe pyetjet që ai drejton zotit kryetar të bashkisë të komanduar qëndrojnë dhe duan një përgjigje sepse edhe ne si pjesë e pozitës në kuadër të realizimit të atyre punëve të mira për shkak të problematikave të paraqitura në qytetin ton, jemi të interesuar që këto punë të mira të realizohen. Për sa i përket pjesës se unë dëgjova me shumë vëmendje kryetarin e bashkisë, komanduarin, unë kam dëgjuar me vëmendje që tha që kopshti nuk bëhet sepse ka dhe probleme ligjore dhe ka pasur problematika të ndryshme në projekt. Atëherë,
ose neve informacioni që na është dhënë nuk është i saktë, ose është i manipuluar, ose nuk e di ç'a ndodh, sepse këto problematika nuk na janë dhënë në kohën e duhur dhe unë dua t'i bëj një pyetje kryetarit të bashkisë. A mban përgjegjësi dikush për këtë keq informim që i bëhet një ekzekutivi siç është Këshilli Bashkiak? Nuk më interesojnë as projektet, as një gjë nga ato të cilat u parashtruan më përpara, përveç faktit që nuk dua ta shikoj qytetin përmbytur. Jemi mësuar që punët bëhen nga 2 herë. Lidhur me këtë projekt vendimin, Kub Vlorë, patjetër që mendoj se do të ishte më e mira që si fillim të rregulloheshin një herë ato zorrët e barkut poshtë rrugëve, sesa të hapen, të mbyllen, të hapen prapë e të mbyllen prapë. Ajo që më shqetëson mua është që nuk ekzistonte përpara ky problem, këta ekspertët që punojnë në bashki nuk e kishin menduar përpara që kjo gjë ishte e nevojshme. Kam përshtypjen që në bashki punojnë inxhinier në stafin e bashkisë. Duhet dinte patjetër një me profesion inxhinier për ta zbuluar këtë gjë. Gjëja pozitive për te debatit dhe ngarkesës politike, gjëja pozitive është që të gjithë këshilltarët janë dakord me qëllimin e këtij investimi dhe me këtë investim. Do me të gjithë shprehen si pozitë si opozit që ky është një investim i mirë pritur, i shumë pritur dhe që do të zgjidhë një problematik të mbartur shumë vjeçare në Vlorë. Duke u nisur nga ky këndvështrim pozitiv, u kërkuan pastaj disa sqarime juridike, po gjithmonë me bon sens që të sqarohen, të votojnë dhe këshilltarët e opozitës dhe këshilltarët tanë, të cilët i kanë ato pikpyetje, u kërkuan disa sqarime që të jemi të gjithë të qetë, por nga ana tjetër të jemi dhe të garantuar që ky projekt do zbatohet. Pra mos të jemi vetëm ne të presim, por edhe populli që tashmë po e dëgjon, gjithë qytetarët vlonjat, ta ketë një lloj garancie që ky projekt do vejë deri në fund dhe do japë zgjidhje të çështjes.